Por ndërsa futbolli sjell këtë përplasje nervozizmi mes palëve, në Ulqin u mbajt Festivali Ballkanik i Folklorit, ku promovua bashkëtesa e popujve të Ballkanit dhe u paraqitën vlerat burimore të kulturës së Ulqinit. Festivali shënoi mbylljen e sezonit turistik në këtë qytet të bukur bregdetar. Korrespondenti i Zërit Amerikës Ali Salaj ka përgatitur kronikën. Në Ulqin u mbajt manifestimi 3 ditor kushtuar mbylljes së sezonit turistik punë për rrugët dhe sheshet e Ulqinit parakaluan ansamble të shumta kulturore nga i të rajoni. Në manifestimin ashtu quajtur Dulcinjum International Festival u paraqiten vlerat burimore të cilat promovojnë ofertën turistike të Ulqinit, por u shfaqen edhe programe të karakterit kulturor dhe artistik të popujve të ndryshëm nga Ballkani. Kryetari i organizatës turistike të Ulqinit, zonja Zana Sarvan, tha se ky manifestim shënon mbylljen zyrtare të sezonit turistik në komunën e Ulqinit. Për herë të parë në qytetin e Ulqinit organizohet manifestimi Dulcinjum International Festival. Do thot me pika shkurta të shpjegoj që qëllimi i organizatës turistike është që në periudhën pas sezonit të mundohet që me aktivitete të ndryshme të bij folkloret e Ballkanit, por dhe të pjesës e Evropës në qytetin e Ulqinit, që të mbulojmë shprasirën e pas sezonës dhe në anën tjetër që gjithë këto folklore, këto individ të shfrytëzojmë që në mënyrën sa më dinjitoze në qytetet e tyre, në shtetet e tyre të tregojnë ato vlerat të cilat i ka qyteti Ulqinit. Pika kulmore e këtij manifestimit ka qenë pjesëmarrja e grupeve folklorike nga Ballkani, ku së bashku ofruan koloritin e këngëve dhe vallëve të rajonit. Drejtori i ansamblit Shote nga Prishtina, Shevqet Gjocaj, manifestimin e cilësoi si një ngjarje të bukur kulturore. Ne me ansamblin Shota kemi ardhur këtu në Ulqin në aktivitetin e ditës së shegës edhe të edicionit të parë të festivalit ndërkombëtar Dulcinjum, i cili mbahet nga organizata turistike e Ulqinit me motivacionin e përmbylljes së sezonit turistik. Natyrisht organizata Business Klubi Ana e Malit ka organizuar ditën e shegës që është pashtu në kuadër të këtij manifestimi edhe ku jam të ftuar gjithashtu me dhënë një program. Edhe natyrisht ardha jonë këtu në Ulqin ka koinciduar edhe me një qëllim tonin si ansambël kombëtar i këngëve dhe vallëve, për arsye që ne këtë vit kemi kremtuar 50 vjetorin e ansamblit në muajin shtator. Manifestimi kulturor traditor nxorri në pavlerat e llojshme kulturore duke promovuar njëherësh edhe bashkëjetesën e popujve në Ballkan. Ku kanë marrë pjesë do thot 9 shtete, nga Shqipëria, Malizi, Maqedonia, Kosova, Bosna Hercegovina, Kroacia, Rumunia, Polonia. Do thot kemi arritur për një kohë të shkurtër të kemi pjesëmarrës të gjitha këto grupe dhe do thot kemi arritur që të tregojmë edhe një herë që Ulqini është qytet i kulturës dhe i mikpritjes dhe gjithë ky manifestim në këtë periudhë ka treguar që një vend i vogël ndjen të dalloj kulturën nga pjesët e tjera të jetës dhe të tregojë që kultura i bashkon njerëzit. Manifestimin 3 ditor organizoi Komuna e Ulqinit me organizatën turistike dhe si një aktivitet kulturor ballkanik pretendon të shndrohet në një manifestim tradicional. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Salaj.